Prandaj edhe thot pejgamberi alayhis salam, thot i biri i Ademit çdo vepër që e bën për vete. Për shembull, nëse ndalemi te çështja e namazit, namazi është një vepër, është një adhurim, është një ceremoni fetare e cila duket, s'paku dikush do të shef. Sado që njeriu të jetë i sinqert, domethënë ekziston hapësira që ndoshta ndonjëherë të paraqitet edhe syjefatësia. Po ashtu edhe çështja e zeqatit. Zeqati është diçka që ndërlidhet me pasurinë e njeriut. Nuk mundesh ti ta japësh zeqatin anonim. Patjetër dikush do të shef. Edhe ka hapësirë që të paraqitet edhe këtu syjefatësia. Po ashtu edhe çështja e haxhit, si ceremoni fetare që bëhet një herë brenda jetës, si obligim fetar, po është aspekt kolektiv. Mirë, po çështja e agjërimit është ibadet specifik. Prandaj edhe të mirat edhe dobitë e agjërimit janë shumë specifike. Prandaj edhe ka thonë pejgamberi alayhis salam, çdo vepër që e bën i biri i Ademit e bën për vete. E vepra e mirë shpërblet nga 10 deri në 700 fish, varësisht nga ruajtja e origjinalitetit të ibadetit. Mirë, po për agjërimin ka thonë illa siyam fa innahu li fa ana ajzi bihi. Përveç agjërimit, ajo është komplet për mua dhe unë e shpërblej agjëruesin ashtu si di unë. Pse? Parashtrohet pyetja, sepse agjëruesi e braktisi ushqimin, e braktisi pijen, i braktisi dëshirat e epshit edhe egos, vetëm për të arritur kënaqësinë time. Domethënë këtu shihet ajo sekreti i agjërimit dhe për këtë Allahu e shpërblen njeriu. Për këtë Allahu domethënë e gradon njeriu edhe në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Prandaj na shpesh herë e vërejmë te xhamati dhe te muslimanët që agjërojnë muajin e Ramazanit, ndoshta gjatë ditës haron të hanë ose të pinë, ose gjatë marrjes së abdesit, duke marrë abdes e gëlltit ndonjë pikë të ujit. Edhe me vrapo shkon te hoxha ose te dikush që është më i ditur, edhe fillon pyetjen e parë i thotë ka ndodhur kështu edhe kështu me mua. Çka a thu vallë e kam prish agjërimin. Domethënë kjo pyetje edhe ky shqetësim rrjedh nga sinqeriteti. Rrjedh nga ajo vetdia se Allahu e kontrollon. Domethënë agjërimi është që e përmirëson lidhjen mes robit edhe Allahu subhanahu wa taala në këtë pikë kryesore dhe për këtë dietarët kanë thonë se është sendi kryesor i devotshmërisë që njeriu arrin gjatë Ramazanit. Po, i nderuar Vebi,